Për mua nuk ka paragjykime. Gjitha nivelet e kulturave, format e kulturave mua më interesojnë. Kultura e rrugës, kultura e veshjeve të llojeve të ndryshme, të shtresave, gjitha më interesojnë. Ajo që asnjëherë nuk më interesoi tamam, për shembull, është kjo imitimi i feminitetit me këto gjinte mëdhenj, me këto mollzat, me këto butokset, me këto. Kjo s'më tërhoqi asnjëherë vëmendje dhe s'mu pëlqyen ndonjëherë. Ndërsa format e tjera të gjitha më kanë pëlqyer. Të pëlqejnë. Më pëlqejnë, më japin kureshtje, format e dashurisë, po dhe prostitucioni për shembull është një kurreshtje e madhe që të analizohet. Belle Epoka me ato gratë kurtizanit është një kurreshtje që të analizohet. Pse? Sepse ajo që ka vendosur të mos maj besimin fallik, po të shesi trupin, edhe ajo dashuron dhe e ka dashurin, po e ka të lidhur në një pikë tjetër që nuk është besimi fizik. Ato dashurojnë dhe janë të dashuruar. Kështu që ka për të eksploruar, ka shumë për të eksploruar.